Gjirokastra po vjon të tërheq turist edhe gjatë ditëve të ftohta të dhjetorit. Vizitor vendas dhe të huaj shëtisin në rrugicat karakteristike të qytetit të Gurt dhe ngjiten drejt Kalas, monumentit më të vizituar të zonës. Për shumë prej tyre është hera e parë që zbulojnë historinë, arkitekturën dhe atmosferën unike që ofron qyteti i Gurt. Vamos 5 días. Na pëlqeu shumë Gjirokastra, ushqimi tradicional, arkitektura, çdo gjë është shumë e shijshme dhe autentike. Restorantet ofrojnë specialitete tipike që të bëjnë të ndjesh nga afër kulturën shqiptare. Gjithashtu njerëzit janë shumë mikpritës dhe të gatshëm për të ndihmuar. Lo que tenéis que hacer es cuidarla, supongo, porque Gjirokastra është një destinacion shumë i veçantë, kombinuar historinë, kulturën dhe bukurinë natyrore në një mënyrë perfekte. Vizita në Kala ishte një nga momentet më të bukura të udhëtimit ton dhe patjetër që do ta rekomandoj këtë qytet për çdo turist që të vi ta vizitojë Shqipërinë. Creo que vais en buen camino. Nosotros nos quejamos de todo. Ata vlerësojnë gjithashtu kuzhinën tradicionale, suvenirët artizanal dhe aktivitetet kulturore që gjallërojnë qytetin edhe përgjatë sezonit dimëror. Është herë e parë që vizitoj Gjirokastrën dhe jam shumë e impresionuar. Qyteti ka një arkitekturë unike, rrugica të bukura dhe një histori që ndihet kudo. Kalaja është mbreslënse dhe pamja prej saj është e mrekullueshme. Gjirokastra vazhdon të mbetet një destinacion i preferuar për vizitorët gjatë gjithë vitit, duke dëshmuar se turizmi nuk është më vetëm sezonal, por një vlerë e përhershme e qytetit të Gurt që të ofron histori, kulturë dhe përvoja unike për çdo turist.